Mirë se erdhët ujor të dashur në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Siç e shikoni, kam hapur letrat në një formë ndryshe dhe i kam darë në dashuri, partneritet, punë dhe para apo stabilitet dhe rezultati i gjithë kësaj apo jeni duke ofruar asaj që jeni duke synuar. Pra, të dashur, kam në dashuri e shikoj që keni marrë mësimin e duhur nga e kaluara dhe jeni shumë të rezervuar. Shumë të vetëdijshëm, absolutisht, nuk hyn më lehtë në dashuri, e mbron kogja veten. Ke ngritur kufi, nuk pranon drama, dëgjon më shumë intuitën dhe jo fjalët që të thuhen. Kjo lidhje ecën vetëm nëse respektohen kufit e tu. Nëse dikush të shtyn ose të teston vazhdimisht, të mbyllesh prap, nuk pranon pra. Dhe kjo është me një farë mënyrë të dashur jor absolutisht e mirë të mbrohesh, por ta bëjmë jo të egzageruar. Jo të gjithë meshkujt janë njësoj, jo të gjitha femrat janë njësoj. Të gjithë janë unik në veten e tyre. Ka të poshtër, tradhtar, njerëz të them të ndyrë, manipulues, narsist, e kështu me radhë, por ka akoma njerëz të mirë. Dhe këtu nuk po them të hapesh me njëherë, dua që të ndihesh absolutisht e sigurt në atë që bën, por që të ngresh kufi, por me karar. Të dëgjosh dhe fjalët, sepse nga fjalët lindin veprat, dhe kjo të bën dhe ty të respektosh veten tënde, por absolutisht dhe partneri. Ai që nuk respekton, ecën tutje, absolutisht. Dhe kjo është ajo që duhet të bërë patjetër, por me karar çdo gjë. Punë dhe para apo stabiliteti kemi këtu ka fillim të ri. Një mundësi po vjen pa pritur ose pas një ndryshimi. Është duke ardhur diçka e bukur. Diçka e re po hapet, që mund të jetë punë, investim, diçka, një ofertë. Kërkon përkushtim kjo gjë absolutisht, nuk është vetëm punë, është dhe ndjesi, sikur një përkushtim emocional ndaj kësaj të dashur. Nëse ndjek atë që të motivon realisht, fati kthehet në favorin tënd. Mos u kap pas asaj që ka mbaruar, por në gjëra të reja që po të hapen dhe mundësi që po të hapen të dashur jor, prandaj ndiq zemrën, ndiq intuitën dhe kjo do jetë fitoria e juaj. Ajo e re do ta kapësh fort që të bëhet një pjesë e rrugtimit tënd. Apo afrohesh drejt asaj që do, apo rezultatin në gjithë këtyre, po, shumë qartë po. Ka energji, shpresë dhe zgjedhje të rëndësishme përpara. Por i gjen besimin, po ndihesh më i e gjallë, po vjen një vendim që lidhet me zemrën, në një farë kuptimi, sikur po gjeni një punë apo jeni do bëni diçka që vërtet do të adhuroni, admironi. Kur gjedh atë që përputhet me vlerat e tua, rruga hapet vetë, dashur, nuk ka këtu hezitime. Pra, në dashuri ruaj kufit, dëgjoj intuitën, por bëj të gjitha me karar. Në punë pranoje fillimin e ri dhe do ecësh kogja larg. Në jetë zgjedh atë që të bën të ndihesh apo i vërtetë. Dhe aty do shikoni që kam rrotën e fatit këtu dhe gjitha këto letra të bukura që thonë absolutisht të arrini atë apo aty ku dëshironi.